Sken filmash në një lagje të Shkupit, të burgosurit e liruar për fundjavë tentuan të ikin policisë. Ndjekja ndodhi derisa makina e të burgosurve të dilte nga rruga. Bëhet fjalë për 2 të dënuar për kontrabandë migrantësh dhe trafik droge, të moshës 23 dhe 46 vjeç. Të dy janë arrestuar. 2 të burgosurit kanë ikur me një Range Rover, policët kanë shënë në ajër, ndërsa automjeti të arratisurve ka dalë nga rruga. Bëhet fjalë për të burgosur nga burgu i Idrizovës, të cilët kishin dalë me leje, por nuk kanë respektuar sinjalin e policisë për të ndaluar. Pas kësaj ka pasuar skenari i vërtet hollywoodian. Makina goditi 2 herë automjetin policor, ndërsa sipas informacioneve, policët qelluan 3-4 herë në gomën e majtë të automjetit ku ndodheshin të burgosurit, pas çka ka dalë nga rruga. Ndërsa sipas informacioneve zyrtare nga Ministria e Punëve të Brendshme, policët kishin qelluar vetëm në ajër. Bëhet fjalë për persona të moshës 23 dhe 46 vjeç. Ndjekja ndaj tyre është zhvilluar nga rruga Pançe Nedeljkovski në Shkup, përmes rrugës rajonale Shkup-Veles, për të përfunduar në lagjen Kolonia e Re. Sipas burimeve, të dënuarit ndodheshin në liri, pasi kishin përfituar leje për fundjavë. Nga Drejtoria për Ekzekutim të Sanksioneve, zbulojnë se njëri prej tyre ishte dënuar për kontrabandë migrantësh, ndërsa tjetri për tregti të paligjshme me drogë. Njëri nga të burgosurit duhej të lirohej në vitin 2027, ndërsa tjetri në vitin 2029.